njësoj. Pas 5 qershorit, shqiptarët e Maqedonisë do të krenohen me përfaqësuesit e tyre në për institucionet shtetërore, të cilët do të punojnë shumë dhe do të flasin pak, sepse ndryshe edhe nuk din. Mos lejoni asnjë politikan që manipuloj. Mos lejoni që në emër të kombi dhe në emër të fesë manipuloj me ju. Nuk mbrohet kalaja vëllezër me shku natën dhe me rëzu ata që kanë leju ditë ndërtohet. Ashtur për një zëvendës ministër ti mbledh shkopit dhe ti hull në shport. Në shtetur që ti thirë shkupjanë dhe gjithë tjerë në mbrojtjet kalas, kurse ata kryesorët rrinin në zyre dikun dhe kanë nënshkruar vendosin e kishës në kala. Nëse ju ofrojnë pare, mirni. Nëse ju ofrojnë mill, mirni. Nëse ju ofrojnë vaj, mirni. Por, kur shkoni të kutia, mendoni mirë. Dini se atë vaj, atë mill, ata kartela, janë tuajat. Jo kanë dhonë se jo kanë vjedhë pak më herët. Faleminderit. Ta që na erdhën në pushtet, të cilët në emër të patriotizmit, në emër të luftës, u shëndruan në gjakpirës, u shëndruan në njerëz të cilët din të bëjnë vetëm presione, vetëm t'u kërcënohen popullit, që të vinë edhe një herë në fotelet, të cilët që i kanë ashtë të mira si pas tyre. Ne nuk i dim si janë ato fotele, ne kemi fotele tona, po si duket, këta burra, atë shumë i donë kanë fotelet, atë shumë që i kanë të lidhur për ato fotele, sa që janë në gjendje, të rrezikojnë dhe të kërcënojnë dhe t'ju bëjnë presion edhe popullit të vetë. Kjo është një marri, kjo është një mëkat qytetar të nderuar. Ju, si qytetar, si votues, do t'a dënoni këtë, apo jo? Po jo vetëm populli, kjo do t'a dënon edhe Zoti, për arsye se këto presione jenë të papranueshme edhe si mbas parimeve islame, apo jo? Ne kemi dalë para jush për diçka të shenjtë, për diçka që është e madhe, për diçka që nuk shitet dhe blehet. Ajo është interesi i popullit. RDK-ja jo ringjallje së kombit maqedonas dhe kulturës saj antike me mbi 200 milion euro kulturës maqedone, kurse kulturës shqiptare vetëm 1%. Ne do të kontestojmë. RDK jo për terrani dhe invalidët e luftës. Çdo vit nga buxheti i shtetit ndahen mbi 9 milion euro për terranet dhe invalidët e luftës maqedon të 2001-shit, kurse asnjë cent për patriotët tanë terran dhe invalidët shqiptar. RDK jo projektit të qeverisë për ndërtimin e 2500 banesave vetëm në Orë, Manastir, Kavadar, Shtip dhe Kërshov pjesën maqedone. RDK jo projektit për ndërtimin e liftit deri te kryqi i Miliumit në Vondo me 6.7 milion euro, po ndërtimit të liftit për Kodrën e Diellit. Një porosi për Grojevskin dhe Sheqerinskën. Ka përënduar pjesëmarrja në qeveri e shqiptarve. Po ka përënduar pjesëmarrja në qeveri e shqiptarve, po do të vinë pjesëmarrja në qeveri e shqiptarve të ditur profesor doktorave, të cilët do të qojnë Grujevskin të shof andër gjitha këto luane që i ka për para këtu. Nëse keni lezu gazetat sot me kujdes, kanë shpall një raport të rjetit Wikileaks. Në atë raport të rjetit Wikileaks del në sipërfaqe se cila pas ka qenë kërkesa e një lideri që pas ka punu 10 vite shumë, të hap vetëm disa kanale për ujqe të disa tokave ku banojnë shqiptarat, në një mandat 3 vjeçar. Mund të imagjinoni, e para dhe dita, qenë ka brenga e madhe e ti, se ministra shqiptar në këtë qeveri pas kam pas frikë të flasin në mbledhjet e qeverisë, sepse këtë nuk o alejo ka shefi shërbimeve sekrete maqedonase.
A ka turp më të madh dhe nënçmim më të madh për shqiptarë si sa kjo politik? A do i dënojmë këtë politik? A do i mundim këto njerëz? A do fitojmë? Urime fitoria pra! Krahas asaj që japim kritika të argumentuara sepse zgjedhjet dhe fushata është një rast i mirë që ne para jush të dalim me argumente dhe me alternativa, të dalim me kritika dhe me vizione. Ne në mënyrë permanente kemi ofru debate, ballafaqime edhe sonte nga sheshi i Skënderbeut. Ftoj që nesër në ballafaqimin tonë në televizionin Alsat të vinë të gjithë dhe ati të kuptoni të vërtetën tonë dhe të vërtetën atyre. Nuk kanë nevoj të mshehen dikundi ashtu si që mshehen kur dueshte të përkrajim programin ekonomik të odës ekonomike veri përëndimore. Premtuan dhe nuk erdhen. Le të vinë nesër dhe le të kuptojnë ato dhe ju të vërtetën tonë. Të vërtetën për këto 20 vite të dështimit të madh politik, ekonomik dhe arsimor të shqiptarve. I ftojnë nga kishesh që nesër së bashku ne të debatojmë dhe ju të shifni të vërtetën. Dhe ajo e vërtet do jetë po e njëjta që u prezentu sonte nga folësit dhe kandidatët e shumët të rilindjes demokratike kombëtare. Dalin dhe na thonë, herë qenë kemi shtetë formues, herë s'qenë kemi shtetë formues. Herë gjua jonë është zyrtare, herën qetër bëjmë pishman, thonë do të bëjmë zyrtare. Thonë se qenë kemi zot të vendit tonë dhe partner në vendin tonë. Thonë se na e pas kanë sjell lirin dhe se këtë liri e kanë sjell me gjak. Ndërsa harrojnë të dëshmojnë se si u bë që si para 2001-shit edhe pas 2001-shit të na vrasin dhe të na shkelin Maqedont. Në 94 në Universitetin e Tetovës, në 97 në Flamuri në Gostivar, në 2008 në Brodec, më pas në Sopot, dhe si nuk japin sqarim se kush dha vizë dhe të drejt të vritet komandant kushtrimi, në cilën kohë u bë kjo. Ne jo rastësisht ofrojmë idenë e federalizimit jo territorial. Ide kjo e cila para kupton që së pari të bëjmë bashk mandatet politike të popullit shqiptar. Kjo është ide e cila do ndalë diskriminimin, e cila do mundëson investime edhe për popullin shqiptar, edhe për teritoret shqiptare. I ftojmë edhe të tjerat që të mos rejnë veten dhe popullin ton, se marrëveshja e Orit qenë ka oferta e fundit për rregullimin e statusit të shqiptarve. Ajo ishte një pakt që ndali luftën, solli paqen, që nga një pakisë kombëtare na transformoi në popull 20%. Dhe ne nuk kemi numra që dikush të tallet me ne, apo jo? Ne ju premtojmë se si fitimtar në këto zgjedhje do revidojmë të gjitha projektet ku nuk ekziston hisja shqiptare. Do marrim parat tona publike, do ndalim këtë diskriminim të papar në kulturë, në arsim, në infrastrukturë, në ekonomi, do të shrenjosim korupcionin, do eliminojmë kapjen e shtetit dhe institucioneve nga partitë politike, do ndërtojmë një moral të ri, do japim përparësi meritokracisë, profesionalitetit dhe mbi të gjitha, ne do vendojmë kusht për të marrë pjesë në qeveri, edhe të marrim para tona dhe të integrojmë Maqedoninë në NATO dhe në Unionin Evropian, apo jo? Ju jeni dielli jon, ju jeni fitoria jon, ju jeni familja e madhe e rilindjes demokratike kombëtare, e cila në këto zgjedhje do merr së paku 17 deputet, apo jo?